Në fokus të kësaj jave ka qenë ajo që do të jetë në fokus të gjitha javëve më pas në një mënyrë një tjetër, siguria ushqimore dhe parafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalim në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Që do thotë që nga gjëja e gjallë deri tek produktet e paketuara. Një proces që shpesh keq kuptohet si një listë detyrash që duhen përmbushur për të tjerë, ndërkohë që në thelb është diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht vetëm me shëndetin e shqiptarëve këtu në Shqipëri, e konsumatorëve këtu në Shqipëri, por edhe me misionin tonë përbashkëkombëtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Nuk është një çështje rregullash në letër, është një çështje e ndërtimit bashkarisht të një sistemi funksional, prodhimi, kontrolli, cilësia dhe besimi në çdo hall. Në këtë fazë Shqipëria nuk bën vetëm harmonizimin ligjor me Bashkimin Evropian, por edhe duhet sigurojë zbatimin konkret të ligjeve në realitetin e përditshëm. E prandaj ne po ndërveprojmë dhe do të ndërveprojmë gjithmonë më aktivisht me sipërmarrësit dhe sipërmarrjet në bujqësi, sipërmarrësit dhe sipërmarrjet që kanë të bëjnë me produktet shtazore dhe nënproduktet e tyre, sipërmarrësit dhe sipërmarrëset që kanë të bëjnë me gjithçka që sot del nga